Në 48 orë kreu 7 grabitje pra nga të riut momenti kur futet brenda supermarketit në Tiranë. Një 23 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës pasi në 48 orë ka kryer 7 vjedhje, 3 prej tyre me anë të thërjes. I riu u arrestuan kuadër të operacionit të koduar Repeater, ndërsa policia sqaron se ky person edhe më parë ka qenë i dënuar për vjedhje. Ky shtetas më datë 8/4/2025 ka vjedhur me thyerje në 3 markete dyqane dhe në datë 9/4/2025 ka vjedhur në banesa ose rrugë 5 bicikleta në pronësi të 4 shtetasve. Njoftimi i policisë Tiranë. Finalizohet operacioni policor i koduar Repeater për goditjen e veprimtarisë kriminale të vjedhjes së pronës dhe pasurisë. Gjatë 48 orëve kreu 7 vjedhje, 3 prej tyre me thyrje. Identifikohet kapet dhe vjet në pranga 23 vjeçar i dënuar më parë për vjedhje. Shërbimet e komisariatit policisë numër 2 në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale të vjedhjes së pronës dhe pasurisë, bazuar edhe në kallëzimet e disa qytetarëve për vjedhje në pronat e tyre. Gjatë ditëve të fundit kanë organizuar punën për zbardhjen e tyre, identifikimin dhe kapjen e autorit. Si rezultat të një pune profesionale hetimore të kryer bazuar në inteligjencën policore, u finalizua operacioni policor i koduar Repeater, si rezultati të cilit u arrestua shtetasi OT 23 vjeç. Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetas më datë 8/4/2025 ka vjedhur me thyerje në 3 markete dyqane dhe në datë 9/4/2025 ka vjedhur në banesa ose në rrugë 5 bicikleta në pronësi të 4 shtetasve. Vijojnë hetimet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të ketë kryer ky shtetas. Materialet proceduriale u referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.